Ka patur akuza, të pak të majsa kam lexuar edhe në mediat shqiptare, apo edhe në rrjetet sociale, ndaj deputetit Shaip Kamberi, që ka refuzuar ftesën e Vučić, sepse pretendonte apo kishte kërkuar që ai të ishte ministër për të drejtat e njerëzit, pakicave dhe dialogun social. Ka diçka të vërtet? Pra, nuk i shkoi Vučićit në këtë takim konsultativ, jo se ishte kundër Demo Berishës, por sepse postën e tij e donte vetë. Jo, ne opinioni shqiptar të Lugin Preshevës nuk dhe din, është mangut me informacioni se çfarë oferte ka qenë përgatitur nga ana presidentit serb Vučić ndaj faktorit politik shqiptar, për shkak se ftesa ishte për të realizuar takimin. Meqense se takimi nuk u realizua, meqense se Shaip Kamberi e refuzoi pjesëmarrjen, ne tash jemi mangut me informacion se çka vetëm mund të parashikojmë, të prejudikojmë se çka ka mund të jetë oferta, por ka pas spekulime në media serbe, pro shtetërore, se ka qenë e përgatitur në ofertë se Shaip Kamberi ka qenë e ofrume, në vërtet ju ka dhënë mundësi ta zgjedhë një ministri për të qenë pjesë e koalicionit të ri si formues të qeverisë së re, të cilën e fituan e morëm Serbi para 10 ditëve. E kuptoj. Se çfarë ka të vërtet më pas, mbetet në dorë të zotit Kamberi ta tregoj, edhe pse ka qenë ndër të parët, sigurisht edhe mediat që janë shprehur kundër kandidaturës Demo Berishës për ministër, duke qenë se kanë akuzuar si pjesë të strukturave që kanë kryer krime lufte edhe në Kosovë, kështu që automatikisht zoti Kamberi ka qenë kundër Demo Berishës. Po nuk mund të thuhet se mos t'i bie tash se unë i dal në mbrojtje, për shkak se e njoh personalisht Demo Berishën, sepse kam qenë disa herë pjesëmarrës në debate televizive në televizionet nacionale me frekuencë nacionale në Beograd. Kam qenë 4-5 herë në debate me te, disa herë kemi pas raste dhe debate të ashpra, por nuk mund të thuhet se ai deklarohet publikisht se nuk ka qenë atë kohë prezent në Kosovë gjatë luftës, dhe me vetë faktin që ai ende lëviz, ka familjen në Kosovë, në Pej, shkon para disa ditëve u deklaru televizionit tonë, i dha deklarat se ishte shumë tash para disa muajve ishte në Pej në një varrim të një antarit të familjes tij, çka na lën të kuptohet se nuk është pjesëmarrës i ato që për çka akuzohet, sepse po të ishte ndryshe, organet e udhëheqësisë, organet kompetente të Kosovës do ta arrestonin në himje të Kosovës. Dhe vetë fakti që ai lëviz hyn edhe del nga Kosova na bën me dije se nuk ka ndaj dëshmi fakte se ai ka qenë kryesi i veprave, i masakrave apo luftës atje. Dhe kjo, por nuk mund të amnestojmë se është kështu deklarativisht publikisht nuk e mshev se Kosovën e quan ende Kosovë me to hi, Kosovën e llogarit në kuadër të Kushtetutës së Republikës Serbisë, Kosova nuk e pranon shtet dhe do të thotë është një shqiptar i cili si disa shqiptarë tjerë që Kosovë që kanë kaluar në Serbi që jetojnë dhe janë pro-serb të orientuar dhe ende në atë frymën e ish Jugosllavisë, ish komunizmit dhe ish Serbisë dhe Kosovës kuadër si Republikë, së vërtet si krajina autonome në kuadër të Serbisë. E qartë. Na sollët një analizë dhe një figurë të ministrit Berisha që nuk e njihnin, pra që një pjesë e familjes së tij ende jeton në Pej, kështu që do të shohim edhe nëse do të ketë ligje apo fjalimet të tij edhe në emër të pakicave, siç është ministër për të drejtat e pakicave, mes tyre edhe shqiptarët në Lugin. Dua t'ju edhe të thënë diçka, tash do ta shohim se si do të zhvillohet rrjedha të ardhmës, sepse para 3 ditëve Demo Berisha në një deklarat, në një prononcim të tij për mediat nacionale këtu, ku edhe ne e regjistruam, tha se së shpejti përgatit takimin me gjithë kryetarët e këshillave kombëtare të pakicave që jetojnë në Serbi, e në total janë 17 këshilla kombëtare, aty për bën pjesë edhe këshilli kombëtar shqiptar. Do të ketë ftesë për gjithë, mes tyre do të ketë ftesë edhe për kryetarin e këshillit kombëtar të shqiptarëve.
Enkel Regjepi.